Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat më të shpejta dhe mbi të gjitha është shumë e shijshme. Është një ide shumë e mirë për të marrë me vete në punë, në shkollë ose për syfyr për të gjithë ju që agjeroni. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë dështojmë 3 vezë, 2 lugë vaj ulliri ose çfarë të lloj vaji që përdorni ju në shtëpi, 1 lugë çaji krip, 200 gram kos, 100 ml qumësht dhe masën do ta përzijem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Një kungulleshk e grirë në rende, në një xhik i thatë ose majdanos sipas dëshirës, mund të zgjidhni sipas preferencave tuaja, dhe 2 tortila të mëdha, do t'i mbledhim në këtë mënyrë dhe do t'i presim në copëza të vogla, kështu si po shihni në video. Do t'i hapim shumë mirë në mënyrë që të mos rinë të mbledhura me njëra tjetrën dhe pasi janë hapur do t'i bashkojmë masës ku përzijem përbërësit e tjerë. Do shtojmë edhe djath, unë kam zgjedhur djath të shkrirë dhe masën do t'a përzijem shumë mirë në mënyrë që tortilat të zbuten me masën e përgatitur dhe të mos qëndrojnë të ngjitura me njëra tjetrën. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shkruani në koment. Masën e vendosim në tavë, mira do ishte të vendosni një letër pjekje poshtë dhe në sipërfaqe unë kam shtuar dhe një lugë gjelle djath të thërmuar sipas dëshirës dhe e kam pjekur në 200 gradë derisa të jetë gati, pasi varet nga furra që ju keni në shtëpi. Është vërtet shumë e shijshme, shumë e mirë, mund ta konsumoni edhe të ngrohtë edhe të ftohtë. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Dëgjohemi në receta të tjera. Faleminderit që më ndiqni.